Ministri i ri i jashtëm, Ferit Hoxha, është një nga arkitektët e marrëveshjes, e firmosur në kohën e Sali Berishës. A mendoni se Edi Rama e ka emëruar në këtë pozicion për të finalizuar marrëveshjen e detit? Absolutisht është kompetent i dur që i duhet Ramës, një shërbëtor çdo kujt, por mbi të gjitha që është më e rëndësishmja, paradoksi i kësaj historie është që Edi Rama te ka çuar në kallëzim penal në vitin 2010, pikërisht për marrëveshjen e detit. Koncepti është që shërbëtor si ky ka plot. Shqipëria nuk vuan për Hamza. Dhe arsyeja pse është zgjedhur ministër është se plotson dy kritere. Kriteri A është shërbëtor i bindur për të shitur detin Greqisë. E dyta, edhe nga eksperienca e PNOKB, edhe nga eksperienca tjera, është një njeri shumë i besuar edhe i judejve, i izraelitëve në këtë rast. Sipas jush, çfarë loje po luan kryeministri? A i ka lënë të hapura letrat me Athinën? Jo vetëm që i ka lënë të hapura, po i ka mbyllur. I ka mbyllur për faktin se i ka miratuar të gjitha dhe këtu në Shqipëri nuk ka asnjë pengesë. Sepse siç e dini, Sali Berisha ka si lobist kryesor në Parlamentin Evropian Fredi Belerin e marrëveshjes së detit për perspektivën, i garant në politikën greke për këtë punë. Adriatik Lapaj i një partie opozitare që çoi hallon greke në kuvend si përfaqësues, ka ndryshuar lojë nga koha e Aleancës Fuqizit vitit 2013. Siç e ka dhënë interesat e veta, kur vjen puna ke marrëveshja e detit, për shkak se tash i këmbëzon shtetin e gjitha palëve përkatëse që kanë lidhje me Sorosin, ka deklaruar tekstualisht, ta çojmë në gjykat mo. Dhe dihet që ta çosh në gjykat, kjo është çështje e humbur. Përballë një superfuqie në aftësitë inteligjente për të marrë me çështjet juridike detare, Greqia një vend i njohur në Europë për këtë fuqi që ka, edhe për shkak të historisë dhe të karakteristikave territoriale që ka. Në një gjykat shkohet vetëm për të pranuar një marrëveshje që firmoset këtu. Atje në gjykat nuk shkohet bëhet në gjyq i përcaktuar. Thjesht certifikohet një marrëveshje. Pra këta e kanë mbyllur gjithë çështjet. Gjithë klasë politike po ti pyesësh me radhë, gjithë janë dakord. Avokat, një diplomat karriere si Ferit Hoxha, a e ka CV-n e pastër për të emëruar ministër i jashtëm? Jo, për ministri i jashtëm me CV-a mund të bëhet kur doj, sepse ka një eksperiencë që në vitin 91. Problemi nuk qëndron në a ka eksperiencë. Problemi që ka eksperiencën e gabuar, ka eksperiencën një shërbëtori që është gati të bëjë çdo gjë për urdhrat që i jepen. Është një servil i duhur për Edi Ramën dhe gjithë të thoja që kjo nuk është qeveri ministrash. Kjo është qeveri drejtorësh. Ministër ka vetëm një, quhet Edi Rama. Në këtë çfarë nuk pret, këta janë gjithë përzire, sepse shërbëtor, po nuk janë falas. Në këtë grafitje të madhe që po i bëhet Shqipërisë, gjitha shërbëtorë marrin pjesën e tyre. Marrëveshja mes Greqisë dhe Shqipërisë për kufi detar mes dy vendeve u nënshkrua më 26 janar 2010 në Tiranë. Pakti u firmos nga dy ministrat e jashtëm të asaj kohe, Dora Bakojanis nga Pala Greke dhe Lulzim Basha, ish ministër i jashtëm. Dini gjë ku ndodhet ky i fundit pasi i dorëzoi dhe Facebook-un Partisë Demokratike? Ai pret që të ndryshojë një situatë që të rikthehet i kërkuar nga ndërkombëtarët, këto dhe nga Sorosi, për të vazhduar në një mision Shqipëri. Por për momentin ai është shumë mirë në nivele organizimi ndërkombëtar. Sorosi kujdeset gjithmonë për zagartë e tij, nuk i lën kurrë ngal. Ju jeni aktiv me shumë kauza, një prej tyre është dhe ajo e banorëve të Rjollit. Çfarë po ndodh? Është një nga rastet më tipike se si po grabitet toka dhe prona e shqiptarëve për t'i përzënë të gjithë nga aty vend dhe është tipik personi që grabit, ai që po grabit gjithë Shqipërinë, që është Bashkim Ule. Them grabit sepse këto janë banda të pushtetit, të cilat të kujtojnë vetëm një histori me Vaso Çubrilović. Në vitin 1937 Vaso Çubrilović deklaroi që për të shpopulluar Ballkanin nga shqiptarët, do duhet armatosin banda serbe për mos t'i paguan. Para do t'i merrin duke grabitur shqiptarët në kohën që do i përzinin. Edhe Bashkim Ula, këtë gjë po e bën disa vende të Shqipërisë, që po shpopullon vendin. Historia e banorëve të Rjollit është një histori trimërie, guximi dhe mbi gjitha shembulli qytetar. Çfarë do të bëjnë qytetarët shqiptarë? Unë besoj që në Rjoll po bashkohen
shumë individ nga qytetet ndryshme dhe nga zona ndryshme, por mbi gjitha po vinë njerëz cilët kanë të njëjtin hall si ata të Rjollit, dhe ky lloj bashkimi që bën fuqinë duhet të jetë një shembull për të bashkuar gjithë shqiptarët, për të mësuar që vetëm rrugë për të shpëtuar nga kjo agjencë shpopulimi dhe grabitje totale çdo pronë, çdo shqiptari, është bashkohemi dhe të luftojmë fort. Do kujtoja faktin që në Rjoll, mënyra se si kanë reaguar banorët ka frymëzuar gjithë Shqipërinë dhe këtë shtunë do jemi përsëri në Rjoll, por do jemi shumë më tepër. Do jemi pikërisht për të ndërtuar atje një lloj beslidhje të gjithë shqiptarëve të cilët duan të luftojnë për të bërë pronën e tyre. Dhe jo të Rjollit vetëm, por nga gjithë Shqipëria. Dhe po ashtu edhe banorët e Rjollit kanë deklaruar të jenë pranë çdo kauze, të çdo grupi qytetarësh, të cilët do solidarizohen me ta, pikërisht për të bërë pronën. Ka ardhur momenti ta kuptojmë që këtu s'ka gjykata, sa i kanë ata. Këtu s'ka polici sa e kanë ata. Këtu s'ka ligj sa e kanë ata. E vetëm që na mbetet është duart tona që luftojnë fort për të mbrojtur veten. Nëse ty të marrin pronën, çfarë do lësh fëmijëve, pse do rrish Shqipëri? Nëse ata ta marrin pronën se ti nuk reagon, ti nuk e meriton atë pronë. Në Rjoll po shkruhet histori e re. Avokat, cila është kauza juaj e radhës dhe me çfarë dhe kë po përballeni? Unë marr pjesë në shumë kauza, duke dhënë kontributin tim, por ajo që është më e rëndësishme edhe që jam më i fokusuar në çdo gjë, është që në këtë situatë krize plot politike, të ofrojmë një alternativë zgjidhje për të shqiptarëve, të ofrojmë një veprim bazuar te një vizion. Si të shohim të gjithë bërtasin, po nuk ofrojnë asgjë për shpëtimin e Shqipërisë, përveç se fjalisë së zakonshme të rrëzojmë Ramën, ja rrëzuam Ramën dhe thelbisht dhe çfarë do i ofrojmë shqiptarëve. Unë jam totalisht i fokusuar tek alternativa. Çfarë do t'i ofrojmë shqiptarëve? Si mund të bëhet ky vend parajsa që ka bërë Zoti dhe jo ferri siç na ka bërë qeveria. Mundësitë janë të pafundme, unë jam i fokusuar totalisht tek një vizion që duhet t'ia prezantojmë shqiptarëve për kuptuar që ky vend jo vetëm që ka shpresë, po ky vend i ka të gjitha mundësi që ne të rikuperojmë gjithë kohën e humbur dhe të kthehemi në një jetë normale si çdo kush në këtë Europë. Faleminderit avokat për kohën, mirupafshim. Faleminderit juve. Mirupafshim. Kalofshi mirë.